Karrika s'kam garanci, sa është nota e Bedrit, s'ka pas karrika. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ثاني نموذج باشكرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مزا يلوت مزا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة صدق الله العظيم أندروا ريني أشكوبك لفت بدر është pjesë e historisë islamit të pastër. Prej luftës së Bedrit, e cila ka ndodhur në këtë natë, deri tash kanë kaluar 1500 Ramazana. Vetëm me një xhami ka pas fat kjo pjesë e historisë së pastër të shpjegohet 1500 herë. Mund të shumëzoni xhamit, mund të shumëzoni kursitë e xhamive, edhe natat e Bedrit në gjithë botën. Për të pasër sa herë kjo histori e pasër është shpjegu në për tribina, është shpjegu para mikrofone dhe në kursit e xhamive në mëmberet e atyre. Mund të merrni me men sate e cila herë është që për këtë tem flitët. Mund të merrni me men sa i vogël është para jush ai që sate do të shpjegon për luftën e Bedrit dhe sa kanë qenë të mëdhaj ata që këtë histori e kanë kriju. Shpjeguesit gjithmonë janë të veçërit, të mëdhaj janë ata që e bën histori. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam në muajin 19 të hijretit ishte i lajmëruar se Ebu Sufjani po shkon në Mekë në Sham me shit pasurinë e tij dhe pasurinë e shokëve të tij. Unë ju lutem me vërtet për qetësi serioze. Fëmijëve ju lutem për qetësi serioze. Rasulullah ishte i lajmëruar se Ebu Sufjani me karavanin e ngarkuar prej 30 deveve dhe disa burra, diku kanë thënë 30, 40, 50 ose 60, kanë shkuar në Damask me shit pasurinë e tij dhe pasurinë e shokëve që kishin lanë në shtëpit, ditën kur Allahu për ta tha ju keni dalë prej Mekës të Barzanit. Sepse s'pas ka njeri në botë që shtëpinë e vetë për në shejka me dëshirë. Idha akhrajaka rabbuka min baytika bil haqq. Ju keni dalë prej shtëpisë me të vërtetë. Ju keni dalë prej shtëpisë duke bërë të vërtetën me vete. I parzanën me shokët e tij. I lanën malli i tij mas shtëpisë, mas shpinës së shtëpisë atij. Por jo i harruar. Jo të harruara fjalit që ai i foli në kodrat e Mekës për herën e fundit kur ai i ktheu shpinën vatanit i quajtur vendindje tha: Ja Mekka, inna Allah ya'lam annaki ahabbu al-buldan ilayya ولولا أن
akhrajuni ma kharajt. Tha o ti vatani lingjës time Mekka, që asnjë vend ma shumë se ti nuk e du, mos me pas parzan të mitë s'kam pas me dalë kur. Kjo ka met në zemrën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam pik, deri në kthimin e tij në Mekka pas disa viteve. Por ai u ka kthi vendit ku ka shku për të jetu me fidanin për ta mbjellur fidanin i quajtur Islam, ku ai lipte tokë të butë për të zënë fidani ati. Tha Allahumma habbib ilejna al-Medina kama ahbabta ilejna Mekka. Zot banaj të dashur Medinën ashtu si që ne pa të ba të dashur me Mekka të dashur. Mekka ka qenë ajo ku më ke mjell ti mu, Medinja është ajo ku duon me mjell dinin tënë. Pra cop për cope, krije për krije, pun për pune, vepër për vepër, dëshirë për dëshire, realizim për realizim, kështu e Allah. Allahu gjellë gjellë dhe e bani këte. Mirë po, ditat e Medinës, ditat e fillimit të jetës së tij në Medinë me shokët e tij, nuk patën harru edhe drapnin që kanë lënë në Mekë, nuk patën harru edhe goshtën e atyre që kanë lënë në Mekë, nuk ishin harru asnjë send edhe gurt që i kanë lënë në Mekë, derisa ai me një hadis ka thënë Allahu ya'lam وإني أعلم أن في مكة حجر كان يسلم علي كلما مررت عليه. Unë e di se në Mekë është një guri se her kam kalu për skajt ati, më ka thonë assalamu alejke ya Muhammed, Wallahi inni a'lamu makanahu al-an. Tha unë tash vallahi e di ku e ka ai guri vendin. Kështu njerëzit e din vendlinjën guri për guri, kështu njerëzit e din vendlinjën e vetë qeremide për qeremide, kështu e din njerëzit vendlinjën e vetë rrugë pas rrugë, kulm pas kulme, o gjak pas o gjaku, kapak pas kapaku. Kështu njerëzit e dojnë vendlinjën e vetë. Ai din edhe gurin ke ka vendin, me shku natën në Mekë e gjenë gurin ke kanali cili ati i ka vanë selam. Ebu Sufjani me këtë gur të Mekës në shtrejt, deshti të banë një trekti të madhe në Damas, e pastaj ai me atë trekti ndoshta kalim provokues, do të kalon në Medine për skaj shtëpive të njerëzve që ishin me qira, për skaj shtëpive njerëzve të vllazruar, ati do të kalon që të shihet karavani, e pastaj ai shkoi në Sham. Mirë po në këthim prej Shamit është lajmëru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam se karavani e Ebu Sufjanit me mallin që ka shit, me mallin që ka blej në Damas, po kthehet për Mekka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam emocionet të cilët në to Allahu pajtohet, qerat emocione janë kejt dështake. Tha shokëve të vetë urdhëni kush do me mua me dalë me marë pasurinë që e kemi lënë. Ajo po na ka lënë katera. Doni ai me këto fjali të thjeshta para shokëve derisa disa thanë s'ka nevojë, disa thanë nuk kemi ma nevojë para pasurisë na ka dhënë Zoti më shumë, disa thanë jo, këtë pasuri e kemi tonë, duhet ta marrim. Kështu pra me fjali një me Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dole një grup vogël në udhtim, pa e ditë në cilin drejtim do të drejtohen. Rasulullah i mori ato edhe i nisi në jug perëndim të Medinës deri te vendi i quajtur Bedr. Bedri ka 145 km prej Medinës në drejtim të Mekës, por më afër detit të Kuç. Në rrugë ai takoi një plak profesionist, ummi analfabet profesionist për udhtimet e shkretinës. Ai e pyeti atë disa fjali, tha: a dim diçka për Muhammedin? Ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e pyeti atë plakin, a dim diçka për Muhammedin? Tha po, unë di, tha, po a dim diçka për Kurejshit? Tha edhe për ato di se janë në lëvizje. Tha po tregona ku është Muhammedin në lëvizjet e tij dhe ku janë Kurejshit në lëvizjen e tij. Plaku tha po, unë do t'ju tregoj, tha, për të dipalët, nëse më tregoni ju di kush jeni, i kishte Rasulullah edhe Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu. Rasulullah tha po, do të tregoj, tha, nëse na tregon ku janë ata. Po, tha, do tregoj pra. Tha Muhammedi me shokët e tij është me një vend afër Bedrit, ai se dinte me ka të fol. Është me një vend afër Bedrit, kurse Kurejshët në krije me Abu Sufjanin janë në anën e kundërt të Bedrit, edhe ato janë në lëvizje, dojnë me armë një vend për të bërë një luftë. Tha u ba, tha o ti, më trego pra kush je ti? Rasulullah ati i ka thënë, po, në di jemi prej ujit. Prej ka jemi ju, tha, na jemi prej ujit. A i tha, amin ma il Iraki antuma? Tha, ju jeni prej ujit të Irakot? S'mora vesh gjatë, me thënë. Nuk mora vesh gjatë. Rasulullah është përgjigje të sakt, sepse na jemi gjithë prej ujit, por kështu është diplomacia.
e pejgamberëve të Allahu xhalla xhelaluhu, kështu flasin ato qartë e bukur, kështu ato japin përgjigjen edhe të lanë për ditë, kështu din ato me të mësu për nesër si të jesh diplomat në kohën e diplomacisë, sa po në këtë ditë jemi prej ujit, edhe këtin shpinën e shku në rrugën e vetë. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam në këtë luftë ka dalë, jo për të bërë një betejë, ai ka dalë për të marrë pasurinë që e kish hak. Mirë po, me një vend para se të mërinë në Bedër, ju ka thënë shokëve vetë, çka thoni ju shokët e mi që jeni me mua? Nëse bëhat luftë, çka do të bëni? Disa prej atyre thanë po, disa prej atyre thanë s'ka qenë qëllimi jonë, disa prej atyre kanë thënë nuk na ke thënë në Medinë. Kështu thanë disa. Unë do të shpjegoj pra tash pasi që shpjegova shkaqet e luftës pra ka qenë pasuria, tash do t'ju shpjegoj pra për numrin e ushtarëve të tjerë kësaj betejë. Rasulullah me vetë rastisht i ka pas 314 shokë, kurse Ebu Sufjani i ka pas gjithsej 950. Këta e kemi kuptuar nga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i cili i kapi di shpionat e Abu Jahelit në rrugë, edhe ata i pyeti pastaj pasi që Aliu edhe një shok i tij i kishin pitë dhe i kishin rrafë. Ato kur i rrafën ju tregun drejt, kur ju tregun drejt i lishun, Rasulullah ishte duke u falur, pasi që i dha se la për së shpejti, i tha Aliut kur ju tregun drejt, i rrafët, kur ju rrajtën i lishun. Ju tha çunave të Abu Jahelit eni ma këndej, kishin ardhur me mu shuj, tha ejnë el qawmu, ku është ushtria e Abu Jahelit? Ata thanë khalfa hadha al-wadi, ushtria është mas kësaj lugine. Tha sa janë ato? Tha nuk e dim na sa janë se jemi të ri, numrin nuk e dim. Mirë po Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ai zbuloi numrin e atyre, prej 10 fëmijëve të vogël që kishin ardhur me mushu edhe për t'i pa disa sende, siç e kanë ushtrit atë. Tha sa deve po i presin në ditë. Ai tha një ditë po i presin 9 e një ditë po i presin 10. Zakoni i deveve është 100 persona presin një deve. Ju tha shokëve të vet këta qenë prej 900 deri në 1000. Një ditë po i prajkën 10, e një ditë 9, na qenë prej 900 deri në, faktikisht ato ishin 950 burra, muslimanët ishin 314 njerëz, i kishin 70 deve diku aj gjithsej. Ata i kanë pas gjithsej 70 shpata, niku i ka pas atë ditë 950 ushtar, 700 deve, diku aj 1050 shpata. Kështu ka qenë puna e ushtrisë. Kur t'i bëjmë këto numra, kur t'i bëjmë këto llogari në tribunën tonë shkencore, ramazanore, betejore në Shkup këtu, duhet të mësojmë më një herë diçka para se të vazhdojmë për çështjen e shpjegimeve. Gjithmonë nuk ka kusht që ushtritë të jenë barabar me numër. Nuk ka kusht që të jenë barabar me armë, nuk ka kusht që të jenë barabar me ushqim, nuk ka kusht që të jenë barabar me banim, nuk ka kusht që të jenë barabar me mjetët tjera që i duhen, nuk ka kusht fare. Ashtë kusht njenja t'ja kalën qetrës. Vetëm ki kusht duhet të plotësohet. Njenja t'ja kalën qetrës. Ajo që ushtri që ja kalën qetrës duhet të plotësojë një kusht. Ai kusht është që ajo ushtri të meriton Allahu të jetë nga ana e asaj. Këtë kusht kush e plotëson, ai është marrë me numër më shumë. Nëse ti meriton që Allahu të jetë në anën tënde, ti je më shumë. Si 314, 950, këta janë më shumë, po këta janë më shumë, sepse Allahu xhelle xhelalu në ajetet të cilët i lexoi muezini dhe imami i nderuar i Allahut këtu, Allahu xhelle xhelalu ka thënë ju kam lëshu 3000 melaike dhurat. 3000 melaike ndiem dhurat. Wa man nasru illa min indillah. Ndihma nuk vjen nga krahu, ndihma nuk vjen nga strategjia, ndihma e Allahut nuk vjen nga strategët, ndihma e Allahut xhelle xhelalu vjen nga dhuntia, dëshira, madhnia e atij për ndihmë atij që e meriton ndihmën e Allahut, kush i ka përgatitur sendet që të Allahut të del në anën tënde, ndihma e Allahut vetëm asaj grupe i ka, por nuk ka rëndësi numri fare. In yansurukumullahu fala ghaliba lakum, nëse ju ndihmon Allahu s'ka kush ju mund. Ka thënë Allahu xhalla xhelaluhu në Kur'anin e Kerim, in yansurukumullahu fala ghaliba lakum, nëse Allahu ju ndihmon s'ka kush ju poshtë. Ata që janë prej Allahut të ndihmuar s'mund me qenë të poshtur, por duhet të bëhen punë që të jesh në anën e urdhënesave dhe ndalesave të Allahu xhalla xhelaluhu. Ai pastaj arrin me një vend aty, edhe fillojnë konsultimet ku imami i njerëzijës, mësuesi i njerëzijës i merr mendimet e njerëzve të rëndom
që janë të shoqërisë ati, njeriu që ja shirondon për pejgamberin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, por është xhamati i tij, i thot Rasulullah me një vend, unë do të kaloj shumë ekspres, sepse lufta e Bedrit nuk mund të shpjegohet për 15 minuta. I thot Rasulullah, ja Rasulullah, amanzilun arakahu Allahu am huwa al-harbu wal-khud'a wal-makida. Tha ti, ata ka thënë Allahu me undal këtu ku e ndal me ne, apo është strategji lufte edhe pjesët e strategjike të luftës ta jo? Janë pjesët strategjike të luftës që do t'i mendoj unë, tha pra unë dua këtu të ndalet. Tha jo, ja Rasulullah, e kemi gabim këtu. Çka duhet të bëjmë? Tha duhet të dalim në ujë. Kur të dalim në ujë duhet të hapim puset. Ti hapim puset, ti nushim me ujë, armiku sën pin najsën lat lamin ne, ajsën ban buk bajnë najsën, ban mill bajnë najsën zin ne. Tha kështu do ta bëjmë pra ja Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tha po, innehu la ra'yun, tha kia është mendim. Kur ti afrosh komandantit tan, të mos i bëjsh atij vohet pa zejtin, ti mos i bëjsh atij vohet pa tin duke i treguar se je i mençur. Po klin ulliri, vaj ulliri duhesh ti çikësh mendimin tan për t'ia afruar mendimin tan imamit tan. Duhesh ta kesh ata të mprapë të studiuar mirë që ti vlen asaj shoqërie. Jo ti dish imamit tan përpara ti tregoj se ti di diçka, por ta kesh të përgatitur, të holluar, të sitën me spari me sitën e millit të baklavës, pastaj ta kesh holluar në klubir më të bukur, në duart më të bukura, në sofra më të bukur, e pastaj ka i përsik i burri i cili e ka pas emrin Habbab ibn al-Munzir. Radiallahu ta'ala. Betejë e Bedrit, rafshe të studimeve, studim pas studimi, rafsh pas rafshi, segment pas segmenti, universitet pas universiteti. Ai sallallahu alaihi wasallam pak para se të fillon betejë i ka bën rreshtët. I nderuar xhamati Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, bi dhe bija keq ka në sallë këtu. Unë në Slupçan kam thënë në kursi xhamis. Tash po e them këtu. 28 vjet i kam bën ligjerues modest. 28 vjet në kursien e xhamisë Slupçanit mundeni me gjetë djers ujë djersës time me i vadit 100.000 hektar tokë, sepse atje është derë. Suksesët. Prej 10 cm kam arrit në 9. Për rashtimin safit dhe afrimin e besimtarëve prej brillit në brill. Sepse ata nuk pa afrohen me u prek namaz brill me brill. Për 28 vet vetëm 1 cm sukses. Halas janë prek. Po kanë frikë me prek një qetrin, sepse ai qetri më i keq se unë. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam drejton safin në Bedër, por jo saf namazin. Drejton safin në Bedër, ai ishte saf lufte. Ai drejton safin e luftës, xhamati ati sot s'din me drejtu safin e namazit. Po ju thave xhamatit në xhami xhuman drejtoni safat, ata më njëherë të shiqojnë me atë mënyrë, mendojnë se tash e kthime ju thonë diçka tepër. Edhe të shiqojnë si në film, të shiqojnë si në ringin e boksit ka po luhet loja. Drejton e safin, Allahu safin e shtrep nuk e shiqon. Ai tha taswiyat as-sufufi min iqami as-salat. Drejtimi i safit në namaz është pjesë përbërëse e namazit. E çka është në luftaj? Është pjesë përbërëse e luftës. Ai ka bërë shokët e vet rresht, sepse drejtimi i safit është pjesë përbërëse e luftës. Të nderuar xhamat, njëri nga sahabët e ka pas emrin Sawad ibn Ghaziyya. Sawad ibn Ghaziyya doli prej safit. Ai e kishte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i shkop i rati në barkun e tij, tha istaqim ya Sawad. Tha hin në saf, sepse këtu pritet gazeti. Këtu mund të na dënon Allahu xhalla xhelalu. Këtu mund të humbim në betejën sot. Hin në saf. I rati, tha ja Rasulullah, laqad awja'tani, tha më ke bën me dhëmje. Më ke vrap, më ke plagos. Të kam plagos? Po tha e kemi let. Në Islam është let. Të kam plagos? E kemi let. Tha merë shkopin. E ngrejt jaj i zarin e vetë Rasulullah s.a.s. Aja shploj barkun e tita, në shoma ja s.a. Mere hakun me njëherë tash, vetëm rinë saf drejt. Hakun prej meje mere, por safin më se prish. Ai bani tur dhe puthi Muhammed Mustafa në lëkurën e ti, duke i thanë, pse po banë kështu ja Sawad? Tha inna alladhi yahduthu al-ana qad tarahu ya Rasulullah. Ajo çka po do me ndodh pa e shefti edhe na po e shohim.
deshta që lëkura e buzës time, herën e fundit të takohet me lëkurën tënde, ja Rasulullah, edhe po e dim se çka po ndodh. Po për këtë tha unë dola prej safit. Për këtë dola prej safit. Ndodhit e Bedrit. Ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pak para se të fillon betejë, aqdimu ila jannatin arduha as-samawati wal ard. O ju të rinj, afrohuni xhennetit, gjerësitë e tij qiejt dhe toka, sepse kur të afrohesh nga armiku nuk do të thonë se afro nga të xhelit. E xheli është krejtësisht qetërsen. Në luftë mund të jesh shumë afër armikut, por larg e xhelit. Mund të jesh shumë larg armikut, por jesh shumë afër e xhelit. Tash të sash luftë. Po pesë ishin gjeka që një familje ishte zdu këtu, aeroplani me 400 i shpraptua që njeni me autobus 50 vet. Luftë e vërtet, front i vërtet, jashtë betejës, po afër e xhelit, në luftë afër armikut, po larg e xhelit. Tha, ja, o, ju të ri, tha, afron ju xhennetit, gjërësit e ti, qiejt dhe toka. Një sahabe, radiallahu ta'ala anhu, a i ka pas, Emin Umayr ibn Human, i ka pas, a i di hurma në dorë, a i hudhi hurma që i kish për t'i ngran, edhe tha, bakhin, tha, lum unë, tha Rasulullah s.a.s. e shka të qoj një thamë të fjallë, tha, ja Rasulullah, unë po e shok që ka po ndodhë tash, deshta që ti lëk të hurma, sepse po vonohet, deri ti hak to për të shku, me i hëngra ato të gjennetit atje, ku Allahu ka thonë gjennetin, min nakhilin, wa a'nabin, wa fajjarna fiha, min al-uyun. Gjennete me hurma, rush, edhe kemi ba burime të çuditshme dhe ta burime prej ujit, ma unë lemje të gajja ta'mu, uj që luk turbulon, lumej me uj në suret Muhammed, lumej me uj në gjennet që në turbulon, wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'mu, lumej me qumsh që nuk prishet sepse grave të kësaj dunja në kofat e atyre qumsh që ju prishet, wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin, hini urnëni ka gjennetin e të cilin ka lumej me ven, e cila ven të knaq të mos habitën njerëzit, të cilën ndëgjojnë se në gjennet ka lumej me ven që t'i grajnë venës së kësaj dunjaja, sepse aja është ven e vërtet, kurse kja është këto uj i myktik, kaltim ditur, i ndotur, nuk është uj njeri, është haram i vërtet, kush e kërkon këta atë se shef kur. Ajo të knaq, të kjo të de, ajo të ban me pa nanën edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe bukuritë e Allahut, kurse kjo të harron me pa veten, ajo të qep në shtitit e xhennetit, kurse kjo të qep në kanalët e kësaj bote. Wa anharun min asalin musaffa, lumej me mjal të kulluar për ju femna dhe mashkuj, lumej me mjal të kulluar, urdhënoni në betejën e Bedrit që të hini në këta lumej të knaqën e atje. S'pas ka pas pra kuku meta pa gjemë. S'pas ka pas pra kush një mashtoj gjemë. S'pas ka pas ma me qëfar politike një morën. Po urdhënoni në gjennetin e Allahu gjërësit e ti qëjtë dhe toka. Mirë po përbal armiku. Armiku përbal. Armiku i të mërshëm përbal. Të nderuar gjëma. Të nderuar të ri, ju lutëm i përqetësi. Të nderuar të ri. Armiku edhe ate cili armik. Armiqet jam të lojlojshëm. Ju lutëm i përqetësi do ka. Armiku i çuditshëm i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është vështirë kur të kesh armik, por kur ta kesh axhën e armik është edhe më vështirë. Kur ti kesh gjem të axhës armik është edhe më vështirë. Del ball për ball ti, axha jot në anën tjetër. Del ball për ball ti, gjali axhës në anën tjetër. Del ball për ball njeni, babën andej me di vlezër. Del ball për ball ti, di vleznit e to andej të nanës di vleznit. Del ball për ball ti, njani binake ka pranu islamin, qetëri ashtë në anën tjetër. Kja në mika është për ball në Bedër. Është vështirë pra. Është vështirë, këta di parë duhet të liftojnë. Kush është këtu në pa? Në pa janë këtu disende haku edhe jo haku. Pra këto disende janë taku në Bedër për ta bërë betejën e Bedrit. Nuk është letë. Ashtë Hamza këndej, ashtë vlau i ati andej. Ashtë gjalli këndej, ashtë i ati andej. Ka thanë gjalli e Babakrit, radiallahu ta'ala anu, masi ka kalun islam e ka pasem në Abdurrahman, në luftën e Bedrit ka qenë me armikun, ma dhoni ka thanë babës vet, ja e bete, tha o baba jem, unë të kam pa në Bedr, por nuk të gjujta. Kështu i ka thanë, të kam pa në Bedr, por nuk të gjujta.
Tha ja ibni ja walada, o biri jem, ti më ke pa dhe s'mu ke gjujt, ta kisha pa unë kam pas më të gjujt. Kështu i ka pa në Abu Bakr Abdurrahmanit, ti kisha pa unë kam pas më të gjujt, pas të kam pa ku ke qenë. Nuk është fjala djali edhe baba, është fjala haku edhe ja haku. Haku është një e plotë të cila nuk pranon as pjesëtim, as shumëzim, as hekje, as kur një formullë tjetër. Aja është hak i rumbullak edhe mori fund. Të nderuar xhamat, armiku kërkon diçka prej palës tjetër. Këta që e kërkojmë na prej të rive tonë dhe të inteligencës tonë. Këta që do ta tham tash, ato që e ka kërkuar armiku prej palës tonë, do ta kërkoj unë pra prej palës tonë tash. Ka thënë ja Muhammed, akhrij alejna akfa'ana. Nxerri partnerët tonë për mubaraza, për 3 luftim. Rasulullah nxerri ansar të Medinës. Një ka pas Emrin Auf, një ka pas Emrin Mi'waz, një ka pas Emrin Abdullah ibn Rawaha, në baba i këtyre ka pas Emrin Amr ibn Haritha, nëna aktive ka pas Emrin Afra, aktive dive. I nxerri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam këto. Kur i kanë pa, ai tha, jo, këto janë të Medinës, s'kemi punë me këta, tonë të Mekkës, akfa'ana, ata që na bojnë taman. O ju inteligjenca shqiptare ka jeni. Ta keni kujdes gjithmonë kur t'ju lipe dikush polemik, t'ja jipni ate që para te është partner. Të mos e nxerrni ate ma të emocionuar, të mos e nxerrni me ndjemanë, të mos e nxerrni me bisedu me tjera ata që e ka pëlqive vetë. Të mos ja qitni kur kuj përballë me bisedu ate që në vetën shumë është i pëlqirë, edhe është i knoqër ka kapitisi i fakultet, po i do këtë vetja se apo me 4 gra. Jo, sa kështu, nxjerrni ja qerve në polemik ata që polemizues me tanës tjetër ju ban taman edhe pak më tepër. Unë për jam vetëm një shembull që do të thonë pak më tepër. Një jehudi edhe një palestinez kanë polemizuar një natë moti në një vend. Jehudiu në fjalën e fundit kur ka menduar se nëse ka fjalë mos ka me thonë palestinezi, a jehudia tha, ishte fjala i kuna është vendi, ai tha baba im më ka lind këtu. Kështu tha jehudiu. Tha baba im më ka lind këtu, duke menduar se më ai qetri s'ka me thonë. Por ai ishte një gjallë i përgatitur mirë, ai tha, gjyshi im më ka vdek këtu. Kështu flasin të përgatiturit. Kështu flasin të përgatiturit. Ka thonë, akhrij alejna akfa'ana. Qitna i atë nxerri prej radhave tuaja Muhammed, ata që ne na bajnë tamam. Do të thot, armikun duhet ta konsiderosh. Rasulullah e konsideron armikun. I nxerr këta 3 mrenda, i nxerr 3 qerë. Thot, ja Hamza ukhrij ali. Del Hamza ibn Abdul Muttalib. Tamam. Dil ya Ali. Tamam. Ubayd ibn al-Haritha. Dil oti ati 3. I ka thënë Abu Jehlit ai ke tamam të 3. Sa këto 3 janë tonë. Me këto 3 mundemi. U krej puna. Hamza rrafshon të vetin për balë, Ali e rrafshon të vetin, Ubayd ibn al-Harith e plagosin njëri qetrin. Me të vërtet akfa, me të vërtet partner të vërtet, për 3 luftim, me të vërtet partner të vërtet. Kështu kërkon armiku. Ai don që ai nuk ta lip materialistin, sepse ai s'don më nëshmu se bjen atë hallin tan, si thjesht ti i lisht. Ai s'don më nëshmu. Ti pra për polemik, për tavolinë, për trijez, për rrafsh, për këtë, duhesh të bën ti jesh gati. Po ti jesh gati, por do të jesh gati me mësime, nuk do të jesh gati me dëshirë. Nuk do të jesh gati me eufori. Fillon lufta e vetrit. Kalum pra, e shpjegoj. 14 besimtar të vrarë, 70 mushrik të vrarë, 70 të zonë rob, mbahet lufta e vetrit, krihet beteja, muslimanët pinë ujë, ato s'kan çka me pi, muslimanët i mushin pusat me enet e vet, pastaj muslimanët i vorrosin muslimanët i vorrosin edhe jo muslimanët. Muslimanët i vorrosin edhe jo muslimanët, nga nderi që ka islami, nga korekcia që ka islami, i varrosin edhe armitët për me një vend. Jo me varreza, me punica, me qefin, me talkan, e kam fjallën për armikun, edhe ati talkanin, edhe ati punicët, edhe ati qefinin, tabutin, jo, por me një vend, së bashku me një vend. Kja është nderi i madh i muslimanëve që i bajnë varrimit të armikut në luftë. Nder shumë i madh, respekt shumë i madh, korekci.
shumë e madhe, tash modern, kur është koha me i sulmu muslimanët, si të kesh mundësi me i sulmu, pa u kujdes fare për fjalorin, ju thu muslimanëve fetarte dhunës, ju thu fetarte fundamentalizmit, ju thu fetarte dhunimit, ju thu fetarte irredentizmit, ju thu ative separatist, ma në fund ju thu ative terrorist, pastaj ju thu ative këta i kanë vorros me një varë masiv, ju thu vorrosusit e varrezëve masive. Jo, në Bedër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam armitët e vet i ka vorros me një vend. E mirë, çka po dëmë të edhe qelime po dëmë me bërë? Mirë, me të vërtit, çka po dëmë me bërë qelime, si të bajë qelime të hinë në xhenet para muhe. Nuk është ashtu. Po çka është pra? Është boll që unë s'po të lam me të hangër sorat. Është boll që unë s'po të lam me të hangër qenë të shkratinës. Është boll që unë po ta baj ti e hizmetin, e gurabit hizmetin, e orlit hizmetin, e shqipës hizmetin, e asaj shqipës që e ka vorros gjarën e Ademit. Shonë më partnerin e vetë në kohën e gjemre Ademit, është boll që po ta baj atë hizmet. A pak ti po të du këta? Po ti mu më kështi në forë. Ti mu më ke vorros në forë. Unë po të vorrosin tokë si njeri. Pra kja është nderë, kështu i ka vorros Rasulullah armisht e ati. E pastaj pasi që i ka vorros, ju ka folë. Ju të dashër të mi ju ka folë. Ju ka folë Rasulullah ati dhe duke ju thanë: Ja Aba Jahal, ja Umayy ibn Khalaf, ja Walid, ja ibn al-Walid, ja Utba, ja Shayba, ja Walid ibn Shayba, نحن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا. Na e gjetëm atë që na ka premtu Allahu, na ka premtu fitorën na i dha. E gjetët ju atë që Allahu xhalla xhelalu ju ka premtu? E gjetët? Po ata e kanë gjetë. Cilën e kanë gjetë ato? Qish kur organizonte Ebu Gjehli në Mekke pasi që Damdam el-Ghanwi ju dha lajmin se Ebu Sufjani është në rrezik, Ebu Gjehli organizu prej Mekke që të vend në Bedër, shejtani la'natullahi alejh ishte komandant suprem i ushtrisë së Ebu Gjehlit. Ai ka qenë komandanti rrugtregues, ai ka qenë komandanti udhërrëfyes. E jani me muë, fa inni gjerën lekum, mu më keni sot pris, mu më keni mësues, unë ashtu jam mësues prej të Ademi, i kam zonësët e mi, edhe i kam talebët e mira për dunjo. Nëse më dhe Jakubi e ka me ekrën kaq, a i pita Ademi, ku me ditë se e ka me ekrën e gatë, tu i mësu generat pas generat e talebët e veta, tha e një mas muë, inni la ghaliba lakum al-yawma inni gjerën lekum, s'ka kush ju mund ju edhe unë jam me ju sot deri kur. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه قال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله. Shejtani kur e ka pru Ebu Gjehlin të vendi ku shifën ball për ball, burrat besimtar dhe ata që nuk besojnë. Ata që kanë ma shumë se një ftyrë me ata që e kanë vetëm një ball për ball në Bedër. Atëherë kur e shef ai situatën në mejdanin e rrafsht edhe e shef se në këmbët e njerëzve është manzet se prushi momentet e fundit një në palë po i në gjennet qetra po valë për gjennem hazër në kesa ale akive i ta unë shkolla. Po, unë ku shkolla? Tha unë shka po shot tash ju s'po shifni. Sa usta, sa hoqin mirë. Sa mësusi mirë, tha që që ti ku të mësjel ki? Ki të sjel pra kështu, në drasën e bazenit, për me ra poshtë, e lishon drasën për s'kera halaluj qatit e len. A këthe është më në drasë si të lishon drasën? Shikari kështu jaman, ju e të rive të adinit. A i të vjen të e drasën, ti e len drasën e do thot, e unë shkova tash pra, urdhëlagje poshtë nuj vetë tash shire. Se unë shka poshat, ti s'poshat, shka poshat faja, poshat ka kam u gulfat. Tha po unë po shka poshat, tash ju s'po shifni. Me vërtes po shojnë ata shka poshat, faj shkoj. Kresori mësusi i lave. Pa Rasulullah s.a.s. tha, a javë ka dhënë Allahu juve ate që javë premtoj e i shoqi? Po javë ka dhënë, në këtë gropë pra lëmë të mirë. Umar ibn al-Khattab i ka thënë ja Rasulallah, awa tukellimuhum wahum mauta? Tha po ju flet këtyre të vdekurve? Kështu tha, po ju flet këtyre që kanë vdek? Tha ja Allah, innahum asma'u mimma tasma'. Tha këta më ndëgjojnë mua ma shumë se ti që po më ndëgjojnë. Sepse vdekja nuk është humbje. Vdekja është ndryshim metode e jetës. Vdekja është ndryshim modeli jetës. Vdekja është kalim prej llojit të jetës në llojin e jetës tjetër. Nuk është humbje, nuk është harres, nuk është largimi i përjetshëm.
vdek jetë në barkun e nanës, jetë këtu, jetë në varë, jetë në ahiret, 4 lloj jete, vetëm ndrim modele, shta këta po më dëgjojnë më mirë se ti që po më dëgjojnë, para te edhe për ju flasur atyre. Robët me vete në Medine, mori thonë, bedeu sas, rafë që tha, përshkoj. Robët në Medine, 70 burra, të dashur të mi, 70 burra i ka marrë Rasulullah Jesir, robë në Medine, një nga ata Argjën. Ata ka ndodhë Argjën tanë me rognun më dronë, ata ka ndodhë Argjën tanë me zërë robë më dronë, e kjo ka ndodhë në historinë Islamit të pasur. A e ndijen natën një gjimim prej një njeriu të cilin gjimim ka nevoj, Rasulullah ndijen nevoj me ditë kush po gjimon. Edhe e pyte që o këve ata, kush po gjimon të mrapa? Thanë Abbasi ja Rasulullah, Argja jë. Tha, ama s'jam një migën tem të flasë, thanë po e Rasulullah s'jelën. Tha ja Abbas, o Argja jë. Tha qka u ba, kësa po gjimon? Në shmimi ma, është zënë rëpë të gjallillah. Tha Abbas, Argja jë. Shka i thave nana së fadlit të gjallin Abbas dhe ka pas fadlemu? Shka i thave nana së fadlit në dhomë për dole me bëgjelin? Tha ja Muhammed. Kush të ka të regu se i kam thënë diqka? Ku për di se i kam thënë? Po tha në dhomë, e ke marë nanën e fadlit edhe i ke dhënë asaj një qese, i ke shtin disa dirhem në ta, ata dirhem kanë qenë 400, i ke thënë 4.000 të më falni, ata dirhem kanë qenë 4.000, i ke lirë ti me dërëm tane, ja ke lërë gruës tane dhe i ke thënë, nëse Muhammedi më zenë lofë, më lishon me këto të holla, nëse vdes unë, ruje fadlin me këto. Tha e Muhammed, inni, wallahi, kur i kam thënë këto fjallë gruës time në Mekka, asë një njeri s'ka qenë prezent, inni ashhadu annaka an la ilaha illa Allah, wa ashhadu annaka abduhu wa rasuluhu, unë ta dëshmoj se Allahu është një, edhe Muhammedi është ti e i dërguar i ti. Aja ka pranu në këtë moment Islamit. Kja është një nga 60.000 mrekullit e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. E pastaj ai i theri njerëzit në Medinë që nuk janë musliman. Kështu ndëgjoni ju të shkencës, të inteligjencës shqiptare, ka jemi së bashku në këtë trull këtu, jemi na shumë, na jemi këtu 9 miliona, 8 miliona, ku me ditë sa jemi, edhe jemi kejt beglerë. Jemi beglerë të këti vendi, na jemi spahit të këti vendi, na jemi pashalarët këtu, na nuk jemi loj këtu, na nuk jemi pak e pak burra këtu, na jemi burra të fort në këtë vend këtu. I ka thamë, e një ju që nuk jeni musliman në Medine, e që dini me shkru. Ai që i mëson 10 fëmijëve tanë shkrim lezimin, edhe është i robnuar tash, e ka jetën e vetë të lirë. Kja është Islami. Islami dhe shkenca. Nuk ka fjali Islami dhe shkenca, po ka fjali Islami është shkenca. Ta largoni prej fjalorit Islami dhe shkenca, sepse sa është fjali e vërtet. Fjali e vërtet është Islami është shkenca. Tha 10 fëmijë tonë kush i mëson prej juve që jeni të robnuar këto dhe din me shkrujt, e ka jetën e vetë të lirë. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e liron njenin me jetë nëse ai mëson 10 fëmijë shkrim lezimin. Por atë Islami ka thanë, një filozof Islam ka thanë, dora, kush ka blok le ta shkruan, burra kush ka blok le ta shkruan, dora e cila nuk shkruan është kam. Unë me zër jam kur ta lis që të jem me 3 kam, sepse di me shkrujt vetëm me një dorë. Dora e cila nuk shkruan është kam. Pra kjo e ka kuptimin ne për të qenë me dika, duhet të dim të shkrujt me ditur. Ne muslimanët, duhet të dim të shkrujt me ditur, që të jemi njerëz musliman saglam, që të jemi njerëz musliman të vërtet, që të jemi njerëz të shkencës, që të jemi njerëz të fletorës, të vizorës, të lapsit, të gumës, të drasës, të librit, të shkollës, të universitetit, të pas universitetit, të pas universitetit. Ne duhet të shkrujt me ditur. Këta ne lip neve dini jonë, ka thënë dora, e cila nuk shkruan është kam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kush di më mësu këta 10 fëmijë me shkruaj, e ka jetën e vet me vete të lirë. Mendoj se janë bërë disa minuta, unë mendoj luftën e Bedrit ka bërë me spjegutin skaj. Unë për hir të juajën, për hir të natës së Ramazanit, për hir të pushimit tuaj, me të vërtet 9 muaj, rreth 9 muaj, ka një orë gjysmë, jam i përgatitur që të flas për luftën e Bedrit. 9 muaj ka një orë gjysmë. Pra nuk ka marrë me spjegu luftën e Bedrit këto, po deri këtu, kaq segmente, Allahu xhalla xhelalu ju mëshiroft të gjithëve.
Allahu e aboft namazin e Taravijës kabul. Ne pranoft Allahu muajin Ramazan. Ne aboft Allahu leximin e Kuranit Kerimit kabul inshallah. Ne mëshiroft Allahu pleshtë të ta. Ne rujt Allahu prej sherrit rrugës fëmijët e ta. Ne rujt Allahu bijat tona nga çdo sherr që njerëzit kanë qef sherrin mbi ta me pa. Ne mbrojt Allahu xhalla xhelaluhu çdo njeri i cili për këtë din pak është interesuar sa do pak aq. Tregojnë ju femrave në shtëpi. Tregojnë ju femrave në shtëpi kur shkoni prej këtu. Thuni ai hoxha që ka sot në teatrin e kombeve në Shkup. Në teatrin e kombit në Shkup. Thuni ju njerëzve ka thënë ai hoxha. Tregojnë ju femrave në shtëpi se ato Ramazan ne i kanë kalu burrave me sevape. Thuni ju këta se kjo është e vërtetë. Për përgatitjen e sifirit dhe përgatitjen e imsakit. Ne burrat i kemi bërë sevapat e hëngës. Ato i kanë bërë sevapat e përgatitjes. Ato janë në Ramazan larg prej neve. Tregoni ju ative bijave që i kanë ndihmu nanës pastaj në sefirin dhe në imsak, se i kanë sevapat e veçanta. Unë do t'ja shpjegoj një ngjarje. Në Medinë ka qenë një grua, ka qenë e vogël, shumë më e vogël në këmbë se burrat ulën. Kështu ka qenë e vogël, ka qenë e zezë, ka qenë e zaif, ka qenë e pamundshme. Ajo e ka fshin xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shkalu një 10 ditë, Rasulullah i pyeti ku është ajo që s'po fshin xhamin më. I kanë thënë sahabët ajo ka vdekë ja Rasulullah. Ai tha përse ju mua nuk më keni treguar se ajo ka vdekë. I thanë ja Rasulullah, na menduam që ta lehtësojmë procesin, sepse këtë punë e krim na që ti mos të mundohesh. Ai nuk e la këtu. Ju tha shokëve vet, ku e ka vorrën ajo që e fshin te xhamin. E kanë çuar Rasulullah te vorra. Ai e ka shku te vorri asaj dhe ndan para varrit asaj. Me i ban derin e pejgamberllëkut një grua së vogël e cila ishte në kamp, shumë më vogël se burrat e mllaj ulëm. Ja fali asaj xhenazën te vorra. Mja pasi që ja fali xhenazën, ai tha hadisin e vërtetë. إن هذه القبور مظلمة فإن الله منورها بصلاة لها فاكتبر رeza kanë qenë deri tash në arsir. Allahu i ka ndriçuar me namazin tim kësaj gruas që ka fshi xhamin. Ka zënë grave të shtëpia. Se ato i kanë sevapat e neflës vesh të siftarit të sifirit. Sevapat e neflës së pastrimit. Sevapat që burrat prejon gjithmonë shtëpinë e pastër. Kanë zënë ative se Allahu ka përgatitur para ta shumë. Allahu ja pranoft ative mundin që bëjnë. Ne pranoft të gjithë neve këta, ne e bos lep edhe ne e bos kabull inshallah. Ne inshallah me izin Allah do të takohemi edhe para Ramazan. Sa herë takohen muslimanët Ramazan e kanë. Sa herë takohen ato fjalën e vërtetë folin. Me kaq inshallah taala shifemi lufta e Bedrit duke shpjeguar këtë, shpjegojnë xhamat ato xhallarët prapë shpjegojnë na dikun që tërkon vazhdimin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E falenderoj hoxhën e nderuar për ligjëratën fetare. Ndërsa tani u bëjmë dje se fillon edhe pjesa e dytë e kësaj tribune fetare ku ju do të keni rastin të kontribuoni të merrni pjesë me pyetjet tuaja. Para nesh këtu ka disa pyetje, unë do t'ja parashtroj hoxhës së nderuar. Hoxhë i nderuar, a ka parti në Islam dhe cila parti shpëton në ditën e gjykimit? Kurani i Kerimi ka përmend dy parti. Partinë e shejtanit dhe partinë e Allahut. Ka thënë ela inna hizballahi humul muflihun. Partia e Allahut e vetmja partia është që fiton. Qerat kejt humbin prej të parës deri te fundit sa të ketë derisa të lind dielli pika përndon. Faleminderit. Muhammed alayhis salam a ka bën namaz pa kapuç. Përveç çfarë? Po Rasulullah ka bën kapuç namaz kryeshtru, ka bën namaz me shall, të kuq, të zi, të bar, të jeshit, edhe pata. Por ai vetëm një punë se ka bën kokën shplut, vetëm një punë. Ai nuk ka shku në nevojtore të mfalni krijen shplut. Këta se ka bën kurrë. Atje gjithmonë ka shku krijen mlut. Kurse namazin edhe jetën e përditshme ka pas edhe në këtë soi, edhe në sojin tjetër. Një pyetje tjetër thotë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoxha Efendi, a ka vend në fjalorin Islam fjala i shenjtë? I shenjtë? Po, Kurani i Kerimi i shenjtë. Mirë, faleminderit. Një pyetje tjetër thotë kështu. Sa rekat taravi ka fal pejgamberi alayhis salam dhe a është sunet te 3 rekat me ka? Ju këtë tash jeni resiveru. Edhe në resiverimin e njerëzisë sot me është kjo punë shumë e lehtë më udit. Aq e lehtë sa që me të vërtet nuk duhet me qenë këtë xhallah. Hape satelitin,
shifen në haremin e Mekkës, sa reqat falën taravih, edhe në haremin e Medinës, aq reqat i kanë taravijet. Qerat në përdunjoj janë kejt probleme. Me shpërnda populli. Kush të thot taravija është më pak se 20 reqat, duhet të shkon imamit Mekkës e kajnë në Hudhejf, ti thot ati gabim e ke, pastaj të vend tu të tregon sa reqat i kanë taravijit. Falë Perëndia zinan nëse ban tube dhe nuk ndodhë më, nuk përsëritet. Çdo gjuna që i ndodhë muslimanit, i madh apo i vogël, pendohet edhe i plotëson kushtet e pendimit, kushtet e teubës janë të njohur shumë të njohur në Islam, nëse kushtet i javën pendimit vet, edhe i plotëson ata, Allahu xhalla xhelaluhu gjitha gjunat i fal, sepse ai ka thënë në Kur'anin e Kerim, unë vetëm një sem nuk e fali. Të mos shpreson kukush në atë, se ai ka thënë se fali, ka thënë inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allahu nuk e fal shirkin. Të njësësh më shumë se një zot këta s'ta fal Zoti. Ma pak se këto ka thënë i fali kej. Hadithi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i transmetuar nga ai. Hadith kutsi ka thënë: o ti robi jem, me marr mua me gjuna prej tokë deri në qiell dhe ke mush hapsinën kej. E pastaj më kthehesh kthim serioz. Edhe marr me te me vetë nuk lun, ta fali ka thënë fela ubali. Kej këto gjuna ti fali edhe mallnin e Allahut duke ngushtuar. Një pyetje që ka të bëjë me luftën e Bedrit, a keni pas ndonjë cilësi të përbashkës mes luftës së Bedrit dhe luftës së burrave tanë me shkallë? Nuk kemi pas vetëm një cilësi, kemi pas shumë cilësi që jemi taku. Kemi pas shumë cilësi që jemi taku. Neve, mua pra. Mua më kanë thënë njerëz të palës tjetër. Në 2001, por mujt e fundit të vitit. Njerëzit e palës tjetër që të njëherë kemi qenë me të ballë për ballë. Më kanë thënë, kur ju kanë thënë atyre pse s'keni hini ju në Sulçan, më kanë thënë te bunari është penda më nalt se 100 metra s'kemi pas kamë. Sa shahida ran gjatë fillimit të mbarimit të luftës së Bedrit? Sa shahida ran gjatë fillimit të mbarimit? 14. Prej kur ka mbet namazi i salat e vitrit? Namazi i salat e vitrit? Po. Namazi i vitrit është sunnet. Këtë çka nuk është farz xhamati i dashur. Këtë çka nuk është farz është sunnet. Por ai sunneti i pejgamberit i cili dahet në pjesë e ka emrin një palë sunnet është ati sunneti i butë. Një palë sunnet e ati e ka emrin sunneti i fortë. Mbi sunnetin e fortë, i cili nuk është farz është vajib, veprën të cilën Muhammed Mustafa nuk e la kur pa e bën. Kjo është salatul vitr i cili fillohet falet në Medinë, domethënë prej ditëve të Medinës që Rasulullah ka jetuar 10 vjet e këndej namaz rran Madein Muhammed alayhi salatu wassalam. E ka prejavën prej Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Allahu nuk ka urdhëruar për ta, por ai kur në jetë nuk e kalon. Ne e falmi këta edhe në musafirullah. Assalamu alaikum warahmatullahi. Të përshëndesim disa bashkë luftar Agahoq, të urojmë punë të mbarë dhe të urojmë natën e Bedrit dhe të lusim për pak shpjegim këtu për luftën tonë të 2001. Lufta e jonë e 2001 ndëgjoni pak me kujdes bashkëluftetarë pra. Lufta e Bedrit ka qenë maskindije. E jonja ka zgatë 6 muaj. Nuk mund të spjegojmë atë që ka zgatë 6 muaj tash këtu. Por këtë luftën tonë e kanë spjeguar qertë. Pra unë për e thamë një fjali qertë që e kanë thamë. Qertë kanë thamë, ne kemi humbë luftën me shqiptarë. A mund të më tregoni se çka është puna me muslimanët e sodit, që e falin namazin, ndërsa për shkak të punës ose në shkolla ku mësuesit janë musliman e për shkak shumë arsye që nuk kanë bazë në librin e Allahut, nuk i lejon. Do të thotë se nxënësit ka pak probleme në për shkolla. Por unë po ju përgëzoj me një tjetër sens, se si vjet në shkollat tona në Maqedoni ka shkurtim të orëve të mësimit për hir të Ramazanit. Edhe kjo është prezente pastaj. Të mos presim që ne të bëhemi për një ditë të çuditshëm. Ne do të bëhemi më të mirë, por ne duhet të hecmi për ditë nga pak që të bëhemi më të mirë. Sepse kemi të mbeturinat e vjetra shumë, ato janë shumë të derdhura njëra me tjetrën,
në të po i hekme të qia si shumë letra të ngjitur me lepak njëra me qetrën. Kështu po i hekme, jo të paluara testet. Po sigur kur janë të ngjitura një nga një, ka dalë po asbe të para, po bëhemi mirë inshallah me izin e Allahut. Inteligjenca jon nuk ka kur një faj pothuajse tash, sepse prej ka vim na është çudi ku jemi. Prej ka vim na është çudi ku jemi. Ne, nëse e kemi parë një njeri prej kravetit të spitalit, prej 12 ka zbrit në fund për shkallë, për me shku të shtëpia në fund shkallëve, ati nuk i thojmë në më njëherë, hajde box 15 runda. A i mirë që po zbrit për spitalit, po aja është hala të shtëpia du të me nejtra. Edhe një muaj e ka, 2 muaj du të me pushu, sepse a i tash po del për spitalit. Nësa kemi zbrit prej kravetit të spitalit, nuk ban prej neve me li punë të çuditshme, por ne po zhvillohemi mirë, nga dalë po zhvillohemi. Ç'është mjekra dhe çfarë dobi se ka mjekra? Mjekra është sunet i fortë i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse ai kur nuk urrujt. Jo kur nuk urrujt nuk e ujdisi mjekrën, po kur nuk e heqi mjekrën krejtësisht. Me atë që ka lind, me ata vdiq, duke e rregulluar me berberin e vet, ko pas kohës, si pas kohës që ai e din kur. I ka dimensionet e veta në Islam, kurse dobit e mjekrës janë, ka thënë ai çdo çime e njeriut që thihet në trupin e ati, fshin gjunat e veprimtarisë e ati, derisa të vdes musliman. Një pyetje tjetër thot, na tregoni diçka për Dhul Kifin alayhis salam, pak për prejavën. Pyetje e mbyllën më njëra. Nuk ka shpjegim, nuk do të shpjegoj sonte për ta kur gjë. Është pejgamberi Allahu, por nuk do të shpjegoj kur gjë. Vetëm çka është afër temës, Hoxha Efendi, a është borç femna muslimane ta fal namazin e taravis? Po femna muslimane, si na, edhe ata e falin namazin e taravis, por namazi i taravis edhe çdo namaz që është sunnet i pejgamberit për ta, është më i dashur te Allahu në shtëpinë e vet. Prej gjitha dhomave në shtëpinë e vet, namazi më i dashur i femrës në dhomën e xhumit të vet. A mund të na tregoni për mevludin, a është bidat ose haram? Mevludi, asa është bidat, asa është haram. Mevludi, shumë njerëz e kanë sulmu, shumë njerëz e kanë apliku, shumë njerëz e dojnë, shumë njerëz e urrejnë. Mevludi, mendoj se s'është edhe kjo temë e saktë, po di fjalë po i tha. Mevludi është letërsie. Është letërsie, por letërsie islame. Ata që e urrejnë Mevludin kisha më thonë të një sen. Unë jam i gatshëm kur të duan ata që urrejnë, edhe sulmojnë, e bojnë bidat, e bojnë atë, jam gati me ju thonë se prej fjalës së parë në Mevlud deri në fjalën e fundit, a që e është fjala e amin, ai fillon me emrin Allah, mbaron me emrin amin, kam mundësi me javë këthi o në ajet, o në hadis, o në poezi, kejtë resht pas reshti. Ati ka sende të vërteta që bajnë në besimin tonë pjesë direkt. Për shembull, Allah emnin ta përmendim daima, me nis punën, me ta gjithë kush bargje ka, në Kur'an, ja ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Në hadis, ka thënë kur ka Zoti s'pat meleka, s'pat insan, arsh, as kurs, as dil, as ham. Hadis, kana Allahu wala shay'a ma'ahu. Kjo hadisi është në Mevlud. Pastaj, në histori, e mine emnin e ka nëna Mustafas. Kush thot Mevlud se kur gjohë? Hajtë të kalzuje që ka pas emnin në ati. Kusë do me ja gjithë një qëtër nëna. Abdullahin shejti hem babe ka pas. Mëse ka pas, runa zot emnin babe për nga merit Filip. Jo, Abdullah ka pas. E babe shka është Mevludi. E këta është të qarë, drejt për drejt i shka është Mevludi. E mirë pra. A i Mevludi thotë se pejgamberi ka qenë miraj. Mos po do me thonë ka qenë mosk. Kja është Mevludi, qka ketë me ta? Qka po të mundon për shembull ative që i mundon? Qka po të mundon Mevludi? Mevludi është letër e letërsijës islame që ne dë njëherë në gjuhën tonë, për dinin tonë, kemi ndëgju vetëm Mevludin. Edhe jemi selë rreth ati. A nuk është bidat. Por unë i kam vërejtjet e mija dhe unë për Mevludin. I kam vërejtjet e mija. Kur të prejsh gull, mos vanë me flët. Ka lidhe me fjallë islamë. Udhkuru mahasina mautakum, përmendni të mirat e t'juve që kanë vdekë. Kjo është islamë. Lutnu për ta,
Lutni Allahun për ta që të mëshiron. Lutni Allahun për ta që të mëshiron. Kjo është çdo, po kur të dush, jo, 7 note, 8 note, 15 note, këto janë tonë. Me lutit, mendoj se për shkurtin e pam çka është. Falenderoj Renimin që ka organizuar këtë tribun, pashtu edhe ligjëruesin Imam Jakub Efendin. I kuptuam çfarë njerëzi kanë qenë në atë kohë. Po halli janë sot si është dhe çfarë bëhet me Ebu Xhehet, e sotshëm dietar islam në Klapa, po shahemi sot çfarë po ndodh në muftini, po edhe me mëshirat. Shiqoni, likulli zamanin Firaun, si cila kohë ka Firaunin e vet, si cila kohë ka Ebu Xhehelin e vet. Ato mos i shmet që do të vinë do t'i kenë Ebu Xhehelat e vet. Të mos mërzitemi fort. Ti ke një kerr që të çon para, por bën ti mrapa. Nuk i ka këtë mira, dhe nuk ka vëzëtin të me vaj u liri. A jetë me nafë që të gulfat. Pastaj ti vetë që i mirë. Unë kam thonë, kejtë kerët e kanë në uspufi për ma, shqiptarët e kanë për para. Edhe ti pastaj po banë tim. Sa po duke është je i mirë, po në dhomë, që do ti në dhomë po banë tim. Qka me të banë? Sa po duke është je, edhe të fanë është pra, shumë punën e mëdhe po e banë, po edhe po banë tim. Njeni më ka pitë në Kumanov në televizor, a ka mundësi, me pyetje me shkrim, a ka mundësi që haxhit që shkojnë si vetë në haxh mos t'i shkojnë në haxh, të t'i lanë para ta rregullojnë çështjen e arsimit. Kështu më ka thënë njëri me shkrim. O ju të dashur, unë kam thënë kështu, në Kumanov. Shkupin se kam llogarit halal. Laptopin e kam defekt. Laptopin 71.500 banor i ka Kumanova, kështu kam thënë. 71.500 banor i ka Kumanova. 1.500 dhandur sante të gjishë që ka shku hekni se ato s'kuën ata. Ato s'po i konsiderojnë sepse nuk janë në pogon, nuk janë me një frekvencë me neve. Kanë shku ato, 70.000. Ka 3 qaje në mëngjes bojnë 210.000 qaje. 70.000 euro, 30 dit 2.100.000 euro. Në libe këto të regulloj marsimin? Kur gjetët ju haxhit me i nërë. E ja pimo dhe e kup qajtë e unë ndarësën ditën se kam një dasën Ramazan, se s'ku ka hi e heq. Ka me të me drasë më për mu, se kam një të marë, farzin jam të bo. Haxhja është farz. Pse po e lidhin me haxhët. 700.000 njerëz prej Kosovë dhe 600.000 për Makedoni shkojnë ndeti, këto bëjnë ka 10.000 euro, 14 milion euro, 21 milion euro. Ndanë një këta biljonu dhe këtive që të shkojnë për të rregulluar arsimin. 20 milion euro. 40 haxhi shkojnë në Kumanov, ka 10.000 euro, 80.000 euro, 40 haxhi. Me 80.000 euro për me rregulluar ata duke ndalë farzin papa, ne ma duhet të freskohemi. Ne ma është koha që të fillojmë t'i dallojmë sendët. Çka është farzi, çka është vaxhibi, çka është suneti, çka është kjo, çka është ajo, duhet të dimë na t'i bëjmë më do punë. Në Kumanov, për 30 ditë me Likov, pijen 1.200.000 euro cigare. 1.200.000 euro cigare pijen çdo ditë në Maqedoni vetëm për shqiptarë. Dil një nu dhe kive njerëzve thonë, një ditë bre mos pini, 29 ditë pini, një ditë mos pini, 1.200.000 euro në qesën teme, ta marrojmë një shkollë. Çdo 30 ditë ka në shkollë, për 12 muaj, 12 shkolla të mëdha. Se s'po dilni me inari këto njerëz me u thonë këta po, kur të qohet haxhia, një herë në jetë e ka farzin, vetëm një herë në jetë. 1.950 euro, ami këtu ta ndërtoj shkollën. Këto po dojmë me tregu se na nuk jemi si jo xhallarët, si haxhit. Na arsimin na po dim me vlerësu. Ti po dim me vlerësu arsimin. Ti po e din se ekziston një shën fishek. Po në vend se ta lish në vendin ku duhet, po do në ullë me bashkëni. Ti sa të se në kushtë. Që të puna e veni, të falë. A pranohet Ramazani pa namaz? Ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam me një hadis, 3 sende janë të kombinuara me 3 sende nuk pranohen pa u bërë të kombinuara të gjashtë. Ka thënë: Aqimu s-salata wa atu z-zakat. Jepni zakatën edhe bani namazin, sepse veç avesh nuk pranohet. Ashtu është çështja e Ramazanit dhe namazit. Këto 5 kushte janë të ndërlidhura me njëri tjetrin, muslimani në këto duhet të ketë kujdes të mos lishon se pa bën. Por fetfaja e Islamit është ai që në Ramazanin edhe namazin nuk e fal. Ramazani aty është ibadet në vetë dhe i pranohet, por se ne të mahat mirë për namazin e lotën. Ne të mahat mirë sepse ka dhënë një farz nga farzët i cili është nije kyçe në Islam. Ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "El-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat." Nia kryesore mes neve dhe atyre që na dallon është namazi.
Pra nia kryesore, nuk e ke bën namazin, me niën kryesore ke problem të qartë. Namazi i taravis, a është sunet apo farz? Namazi është sunet. Nga se sot thot, shumica e kanë bërë farz. Kur kush nuk guxon me thënë namazi i taravih është as farz. Nëse një njeri e zini të thonë namazi i taravih është farz, thuni ti qenë ke matra farz. Po thuni kështu, thuni pa problem. Thuni ati njeri duhesh të shkosh, të shkollosh, se ne nuk dojmë lisat me në kallëzu ders. Duhesh të dhenësh likurën, pastaj të strugatës, pastaj të limosh me glanc papir, pastaj të bash, të bash binari mirë, pastaj të bash patos, pastaj të bash trap, pastaj të bash krem, pastaj çati ta bash shtëpinë, thuj hec shko, hec. Namazi i taravihës është sunet, farzët janë të njora, në farzi i sabajt është farz, farzi i drekës është farz, farzi i qindjes e akşamit janë farz, farzi i jasijës është farz, farzi i xumës është farz. Këto janë farzët burra, këto janë u gripuna. Namazi i xhenazës është farz, aty kur të vdes njëri, por nuk është s'ka vdek kurkush ka të sot namazi i xhenazës është farz. Kush ka vdek kurkush? Po, kur të vdes njëri namazi i xhenazës është farz, para që ka vdek. Taravih janë sunet. Një pyetje thotë diçka hollësisht për fillimin e luftës së Bedrit. Si filloi dhe si mbaroi? Në bash fillimin e luftës Bedrit e shpjeguam se Abu Sufjani nga karavani i pasurisë. A është mirë flokët me i rrit apo me i shkurtu? Flokët? Flokët me i rrit ose me i shkurtu? Flokët edhe duhet me i rrit edhe me i shkurtu. Se thot... Para është interesant, se ato vetë rritën në dhe me i shkurtu. Por ashtu si janë, duhet të jenë të pastërta. Duhet të jenë të pastërta. Sa të rekomendohet sa është më falni. Ka pas një kongres i insekteve. Insektet kanë pas kongres. Kështu pra, parimonga, bubreci, kakaleci, pleshti, morri, këta. Kejt kanë marrë pjesë në kongres edhe kanë folë. Kanë folë që unë që po flasë këtu. Morri, kur ka folë morri në kongres ka thënë, një fjali e ka thënë gjithësi, ne morrat nuk rrim në krijet lavë. Kështu ka thënë. Vetëm ku janë flokë palana jemi ati. Dhe më thënë e njeri s'ash musliman. Morraf që s'ash musliman. Pleshti ka thënë diçka qëtër sen para mikrofonit kur ka folë në kongresin e insekteve. A i ka thënë, ne pleshtat jemi nëzër piqorave. Pse janë nëzër piqorave, tha, a i qori, a i qikasin kur po mze mund, po i hap gishtat me më pasa jam i marë. Tha unë po kësaj po shkoj. Qori kur po mze, që s'po interesën shfare jam, tha më ne ashtë mënja, a i s'po falë. Pra të mos i marin mësimët fetare për i qova. Ka thënë Rasullullah me një hadith, undhuru ammen të khudhune hadhe din. Bani kujdes prej kuj për mirë një dinin tuaj. Mirë në bazat e argumenteve të shëndosha, argumenteve kuranore dhe të sunetit të vërtet. Sepse të njëherë ndodhë që të jabë qori si. A lejohet për shëndetja dërpërdore, ke femrat, ashtu si e kemi traditna? Jo pak këta pak duhet me mbledh një kashore, se nga kemi shku larë. Fem ka definicion, femna ku i fuj përdore në islam. Kejt burra, që ajo nuk lejohet, si pas shëriatit mu martu me ta, ka të drejt me ju full përdore. Kejt burra, kejt mashki, që ajo ka të drejt me u martu me ta, nuk ka drejt me ju full përdore. Kja është ligji islam. Një tjetër thot kështu, a është haram shitja e cigareve? Shitja e cigareve? Ta është keni ngushtu. Sendet janë halal dhe haram si pas ligjit të ati sendet që e përfshin nga ana islamit. Nëse një send është një islam haram, haram është shitja ati. Nëse një send është mekru është shitja ati. Nëse një send është mubah është shitja ati. Duhani, ku bjen në atë kategorinë islam, ati është edhe ligji për shitjen e ti. Pas të ulematin dhe gjënë qish mos të thonë, këti o gjallar shumë të fort, por edhe duhan gji. Qip ajo që pranon me thonë të omen është haram, por nuk pranon me bisedu, nuk pranon me shtin renditës në mledhe, sepse aja është e pi duhan, apo kupton. Si unë pra, nëse unë më flijet shumë, nuk du me bisedu për gjumin fort. Bërë, bisedu të qëtër, as kesh ka me bisedu ashtu. Kem shka me bisedu, mësë bisedu, përse mu po më flijet. Duhani, si pas islamit të dashur, duhani është haram. Duhani është haram këtë komplet.
Kur të thamë haram, dhe njerit jetë merak hoxha, s'fatë një argument që të dalim të bindur. Ka thamë, nëse në Slupçan 45.000 euro në mujt pijen dohan, në Slupçan pijen 45.000 euro në mujt dohan, edhe që kjo si tjetë halal, ma qëtëra haram s'ka me. 1.200.000 euro në dite, pijen dohan në Maqedoni, në dite, edhe prap halal. Po pse po i thojnë dhe hoxalar halal këti? Po i thojnë se ato për i shohin vesh cigarën e vetë. A i shka e banë me vesh cigarën e vetë, e s'ka problem. Ta shti do po thojnë qëtu, duhet të ketë ajet në Kuran. Hoxha me a i tha këta, ama me a i tha statistikore, nuk i tha ajet, s'ka ajet në Kuran. Për atë edhe se pat argumentin e fort. E unë po të thamë tash në Kuran, që ka përdonin, në Kuran i Kerim. Qka mendojnë besimtarët? A ka ajet i cili thot, hurrima alejkum urremat. E keni haram hinin. Me hamë, me lukë. Hinin për e gjoku. Haram është me hangër hin. E pa mirë, në regull. Nuk ka ajet për këta. A ban me hangër hin se s'ka ajet pra. Jo thojnë, nuk ban me hangër hin sepse këta të menqërit e dirë po hap hinin. Po mirë, kjo cigarja është hin me gjithë zarë, jo vetëm hin. Të dhja, edhe njanja dhe qetra. Nuk ka kje harame të forta është doni. Ka thë një poet vëllëm të kifën nahlu ala azhari, bletat në lunën e ati nuk planë. E kush është bletarë dhe është me neve në salë këtu, bleta kush lunë. A i se dhja e dina jo, se bleta e cila gabon dhe nalët në lunën e duhanit, ato policët e pilot planit që ka e në pushiqe, në samdëkën e bletës, në derë ati është një vend ku bletat i shkunin kundra, sandalët i shkunin. Po, ati është para se të hinë të vendi ku kamion, bletat i fërkojnë kam me një vend që ta lënë plurin e dynjohës për jashtë, që ja kanë marrë në përlluret e pritës. Ati eliminohen prej policijës së pilot planit të bletave, ata që i ka janë nërë në lullet të honit. Sepse me atë erë nuk lejojnë me himë rende. Kja është të honit, që të dështa? Kja është të honit? Si do këtë jemi dikon edhe ka fundi, e lusim e malë të ndilë nëse ka diçka të shtampër në fund, me që se kam vetër shumë për të shtë. Kur gjas kam ështu, vetëm kam me li fali. Më bani halal, kura juve që i keni nejt në kam. Se unë kam zgap ma shumë se sa ku mundësi një njeri me ndëgju një orë pedagogike. Ora pedagogike është me shkurë se unë sa kam folë këtu. Por ora Ramazanit është pak me gra. Për atë edhe ju keni nejt në kam për ore Ramazanit, u abaftë Allahu ka burë. Ora Bedrit është me gafë se ora pedagogike. Ne edhe muslimanët jemi gjemati i Bedrit, edhe njëherë po ju thëmë të më falni për këtë orë të gafë të kësaj nate. Allahu Gjellë ju pagoft juve, ju pagoft për durimin që keni bënsante, në ta koft Allahu për të mirën edhe herë qira, insha Allah, ta'ala, lillahi, fatiha, assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh.